Okej, mirë se erdhët atëre, juve që jeni këtu, ju të tjerët, mirë mëngjes, mirë dita, mirë mbrëma, kurdo që ta dëgjoni këtë modul. Atëre, si që keni vënë në re, kemi hyrë tek muaji i komunikimit. Pse ne jemi, ëm, si të them, jemi të kursyra me fjalët, ose nuk i gjejmë fjalët, do njerëz se nuk e gjejmë forcën për të thënë. Çfarë na ndodh? Tani unë po nisem pak edhe nga vetja ime, nga natyra jam më e mbyllur. Njerëzit që më njohin, qoftë edhe me klientë që kam punuar edhe më shumë e njohin, e din, edhe klientët e kanë kuptuar që jam më e mbyllur. Familjarët e mi, njerëzit e afërt e din që jam më e mbyllur. Jam introverte. Dhe normalisht që deri para disa vitesh kam qenë edhe më shumë se sa jam tani. E kam mësuar veten për të nxjerrë dhe këtë pjesën time ekstroverte. Dhe çfarë më ka ndihmuar këtu? Të lidhem me veten time. Të lidhem me atë gjën, me atë psen e madhe, me atë pse po e bëj unë në fundit edhe këtë punë që po bëj. Përse është e rëndësishme që unë të flas me dikë për këtë gjë? Dhe dhe këto pyetje natyrisht për çfarë do më ndihmoj mua kur unë flas me X person? Për çfarë kë do ndihmoj unë me këtë duke dal pak nga kjo introverteti im? Okay? Sepse kemi, ja pak më parë po flisja me Lindën, kemi dhe persona që janë shumë ekstrovert dhe vërtet janë shumë të këndshëm ti dëgjosh. Dhe përse të mos bëhemi dhe ne, dhe disa prej jush e di që jeni këtu pjesë e grupit, jeni introverte, gjithashtu dhe ju lutem ka ardhur momenti që të mos ngelemi më mbyllur në guack. Dhe pse do më thënë jemi të, përse nuk flasim, përse jemi më të mbyllura. Sidomos kur jemi introverte. Absolutisht, çfarë do lloj trajnimi të bëj, çfarë do, sikur ta kem dhe coachin tim 5 orë në ditë, natyra ime është introverte. Dhe më duhet një arsye e fuqishme që të dal nga kjo gjë. Kështu që ju lutem, gjeni, nuk është ideja që nga introverte tani të bëhem ekstroverte, sepse kështu jam. Bërthama ime është kjo, dikush tjetër e ka bërthamën ekstrovert. Merë, pëndëm për ta dini çfarë është introverti, çfarë është ekstroverti. Introverti e gjen energjinë kur kthehet tek vetja. E gjen energjinë brenda vetes. Është më i tërhequr, nuk flet ndoshta shumë. Okay, kjo nuk ka të bëjë, jo domosdoshmërisht të kemi të bëjmë me ankth social. Unë nuk kam pasur ankth social. Nuk kam vuajtur ndonjëherë nga ankthi social. Sepse mund të jetë tip ekstroverti dhe vuan nga ankthi social. Kjo është edhe më keq. Ekstroverti është ai që e merr energjinë jashtë, duke dalë me shoqëri. Pra kushtoni vëmendje vetes suaj. Çfarë ju pëlqen më shumë? Ju pëlqen që të keni të dalat më të ralla dhe prisni doni të ktheheni në shtëpinë tuaj, të merreni aty me një gjë që juve u pëlqen, të shkruani, të qëndisni, të bëni ndonjë punë dore, të gatuani. Pra u jep kjo gjë më shumë energji apo u jep më shumë energji të dilni, të jeni me shoqëri jashtë, të jeni pjesë të një aktiviteti, të jeni aktive diku në jetën sociale dhe më shumë, të kontriboni, ose kur dilni dhe në shoqëri, do të thënë të flisni më shumë, si lëvizni, sa aktiv jeni dhe në të folurën e tjera. Këtu nuk kemi cili është më i mirë, a është ekstroverti më i mirë apo introverti, se cili ka vlerat e tij në shoqëri, në familje. Okay? Dhe ndonjëherë introverti, personi për shembull, shpesh mua më kanë quajtur e turpshme. Por në fund nuk kam qenë e turpshme në fakt, në fundit. Nuk kam qenë. Pavarësisht, domethënë normal, sepse duke u rritur pastaj me bindje të tilla, duke na futur të tjerët si fëmijë, besime dhe bindje të tilla, normalisht që është e lidhur, pastaj kuptohet edhe turpi kam pasur momente që jam ndier e turpuruar, them, ose ku duan kam ndier turp të flas. Por në fakt thellë ka qenë kjo sepse kam dashur thjesht, ka qenë një konflikt im i brendshëm. Kam dashur të shpreh diçka, por nuk më kanë lënë, nuk më kanë dhënë hapësirën e duhur. Çfarë të bën tani? Nëse jemi një introvert, një ekstrovert, ekstroverti do flasi shumë, të, dhe nuk na le kohë që të marrim frymë. Pra nuk na vjen radhë të flasim. Por nuk do të thotë që ekstroverti është më i mirë. Nuk do të thotë që ekstroverti di më shumë. Thjesht e ka atë oratorin ndoshta, por besoj se ju të gjithë njihni, Linda me që se të kam këtu,
besoj se një persona që janë ekstrovert ose flasin shumë, po vjen një moment që të lodhin, sa do mirë të flasin, apo jo. Pra, edhe ekstroverti tepruar, edhe kur flasim më shumë, pavarësisht se sa orator të jemi, do na largohen njerëzit një moment. Apo ja, Linda, nëse ose për ju, ose Fatmire mirë se në ardhë, ose ti Fatmire. Po, është. Mund të kesh pasur rastet i Fatmire, se po flasim për një njeri që mund të jetë orator, mund të pëlqej si mënyra si flet, por kur ty nuk ti je radhën, kur ty nuk të lë të thuash diçka, atëre nuk do largohesh nga një person apo jo, me kohën. Apo nuk do ta marrësh respektin mjaft. Nuk do t'ja japësh, domethënë, respektin mjaft atij personi. Pra, gjithmonë të dyja pjesët është shumë e rëndësishme që të jenë të moderuara. Dhe nuk do të thotë që introverti është më keq apo është më pak i suksesshëm se ekstroverti. Absolutisht jo. Ka persona introvert që janë fantastik. Richard Bender për shembull është introvert, nuk është ekstrovert. Nuk i pëlqejnë ato show-t e mëdha, nuk i pëlqen për dalë në televizion, del, por i ka të kufizuar, pse se ka kohën e tij. Ndoshta për shembull po të shohësh Tony Robbins, ju që e njihni, Tony Robbins është ekstrovert, total ekstrovert. Dhe normalisht kë njohin bota nga Tony Robbins. Por në fakt mësuesi i tij është Richard Bender, të zëm. Nëse e marrim kështu. Okej, pra bëm punë si të thuash mbrapa skenave me nëse marrim nga kjo fushë, domethënë e zhvillimit personal. Edhe shumë të tjera. Pra e analizoni veten, edhe nëse jeni introvert, pak më të mbyllur, pak më tërhequr, analizoni më shumë. Kjo nuk do të thotë as pak që ju keni më pak vlera. Thjesht mësoni mënyrën, domethënë, se si të komunikoni. Pra, si që thash, nga natyra jam e mbyllur, jam introverte, dhe deri para se disa vitesh, kur them para disa vitesh, po mendoj në moshën 27, 28, 29 vjeçare, domethënë shumë problematika dhe të mia që mund të kisha si me shoqërinë apo personale, pak kënaqësi unë nuk i shprehja. Kalon ishte ekstremi. Okay? Ky ekstrem pastaj nuk na bën mirë, nuk na ndihmon. Dhe më pëlqen të isha në atë zonë që jam, pra të qëndroj aty në atë zonë brenda me veten time, t'i analizoj unë edhe sot. Edhe nëse kam një problem madhor, unë do ta procesoj shumë vetë. Do kërkoj dhe ndihmë, por ka persona të tjerë, për shembull, që për një gjë të vogël duan të flasin, ta zëm me mua. Që në terapi, apo çfarë do gjë tjetër, apo shoqëri, apo nuk ka rëndësi, domethënë ose familjar. Ndërsa unë jam e kundërta, e procesoj vetë dhe pastaj kërkoj dhe ndihmë, patjetër. Por të themi deri në moshën 27, 28 vjeçare nuk kërkoj as ndihmë. Me kohën pastaj kam mësuar që të mos jem kaq, të jem, pra është okay në qoftë se të jem introverte, por është okay të kërkoj dhe ndihmë. Nuk ka asnjë gjë. Okej? Dhe unë e di sa kur më duhet ndihmë, sepse shiko, Fatmire, ku duhet Lira, Linda, kam këtë problem në jetën time. Linda e di që kam ardhur tek ty të më japësh ndihmë për këtë gjë, X për këtë gjë. Okej, ky është procesimi i brendshëm që bëj. Që nuk ti hedh ndoshta të gjitha në tavolinë, nëse marrim si terapist apo si business coach apo të tjerë, por të vi me një problem konkret. Në rregull, faleminderit, vazhdoj ditën time. Pra, si të thuash, deri në atë moshë kam qenë jo shumë e hapur, më mjaftonte të bëja punën time, edhe më pak më vonë. Mjaftonte të siguroj të ardhura për familjen, kam punën time, kam biznesin tim, kohën e lirë kushtojnë familjes time. Normalisht, në fundit e dim vlerën e sa e rëndësishme është që të kalojmë kohë, domethënë së bashku. Është në fundit nëse s'kemi një familje ku të kalojmë kohën, asgjë s'ka kuptim. Po rruga që ndisja pra për zgjidhjen e problematikave si profesionale apo si dhe përballja me faktin që okay, për shembull nëse në momentet kur unë vendosa isha shtatzan, do bëhem nën, dhe me ato, domethënë, a do jemi aft, a do të arrijë unë këtë gjë, jo, se kjo se duam apo nuk duam, pa dashje, kam pasur edhe këto gjëra, më futeshin edhe këto gjëra në mes. Nuk e di, nuk do jem mjaft e aftë.
Okay? Megjithatë, të gjitha këto gjëra kur i kam procesuar dhe kam thënë vetes sime, okay, nuk do jem mjaft e aftë si nën. Hapi i parë është ajo që ju kam shpjeguar dhe që kur jemi marrë me muajin e parë me trupin. E kam pranuar si fakt. Po, ndoshta edhe nuk do jem mjaft e aftë si nën. Sepse është hera e parë që do bëhem nën dhe nuk i di shumë gjëra. Po ku të fokusohem? Dalim te komunikimi me veten. Okay? Çfarë unë këto momente mund të mësoj? Nga kush të mësoj? Çfarë do më ndihmoj mua që ta kem prindërimin më të lehtë? Çfarë do më ndihmoj mua që të jem nën mjaft? Cilat janë ato kushtet që unë kam për të qenë nën mjaft? Si do ta quaja unë veten që unë jam mami mjaft? Dhe këto pyetje i kam bërë rregullisht, i bëj dhe sot. E gjitha që të lehtësoj prindërimin tim dhe në mënyrë që dhe fëmia im ta ketë nesër pas nesër rrugën më të lehtë. Pra së bashku të rritemi, së bashku të ecim më përpara. Pra këtu dalim, pra edhe kur ju del ndonjë pyetje e tillë, qofshi introvert apo ekstrovert, që nuk jam mjaft ose ndoshta këtë gjë se di mjaft. Okej. U mbështetem unë, do në radhë parë, okej, ku është ajo, ku do ishte ai kufiri im për mjaft për këtë gjë? Çfarë më mungon mua që ta arrij këtë gjë? Po tjetër, po tjetër, po tjetër. Pra ky është komunikimi me veten. Komunikimi me veten nuk është ta afirmojmë, se më ndodh ndonjëherë më thot edhe një zonjë, dje më shkruaj, të tha, shpresa dua të bëjmë një seancë ta vetëm me afirmime. 5 seanca që kanë ngelur, tha në fakt dua vetëm me afirmime, se ashtu dua të flas me veten time. Jo, me veten tonë fillojmë të flasim fillimisht me pyetje. Për të gjetur zgjidhje. Po, mund të mos e ndjem veten mjaft të aftë në X gjë. Nuk ka rëndësi se çfarë. Ndoshta kemi akoma nevojë të mësojmë diçka tjetër. Është okay. Kush mund të më ndihmonte këtë moment? Çfarë tjetër? Çfarë tjetër? Çfarë tjetër? Okay? Dhe të gjitha këto pyetje, gjitha kjo mënyrë, hap pas hapi më kanë çuar deri në këtë rrugë që jam sot. Domethënë për pasur këtë biznes, këtë punë që unë ofroj sot. Mos ta marrin si biznes. Pra, të ofroj këtë shërbime që ofroj sot, ashtu i kam filluar. Me këtë pyetje, me këto gjëra. Këto gjëra më kanë dhënë shtys të eci edhe një hap më tej, edhe një hap, të kërkoj më shumë, të kërkoj më shumë, të kërkoj më shumë, të kërkoj më shumë. Okej? Pra, ka qenë një udhtim i gjatë, ka qenë një udhtim i dhimbshëm, ua kam thënë që në muajin e parë, ua them përsëri, në qoftë se në këtë proces nuk arrini të derdhin lot, në qoftë se në momentet caktuara nuk do ndiheni të zhgënjyera, në qoftë se në momentet caktuara nuk do t'i thoni vetes si e kam lejuar këtë gjë, nuk do t'ju vi pak inat me veten, po pse se kam bërë, pse ja kam lejuar, do të thotë që nuk po na bëhet, nuk është ky procesi ai, nuk është ky procesi i duhur. Pse se në këtë proces duam apo nuk duam, do ham ndonjëherë veten me dhëmb për gjëra që si nuk e bëra kështu, ose si nuk ja thash kështu, ose sikur ta dija këtë gjë. Më thënë çfarëdo që të dali. Prandaj po them, është një proces që ka dhimbjen e tij, por është shumë i bukur. Okej? Dhe ky proces normal që vazhdon akoma, edhe tek mua, vazhdon akoma. Ka gjëra të tjera që dalin. Po kam thënë edhe një herë tjetër, them përsëri. Ndonjëherë them, wow, akoma paskam, po del përsëri ndonjë gjë. Dhe është okay. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Pse se jam rritur, pra rritem kështu, po pastaj duke u rritur, kjo rritja ime kërkon një gjë tjetër, kërkon një gjë tjetër, kërkon një gjë tjetër, kërkon një gjë. Pra asnjëherë nuk do jemi mjaft në atë kuptimin që arrita tani. Ku arrita? Pra gjithmonë do duam një gjë më shumë, sepse jemi qenie në zhvillim, jemi qenie në rritje. Unë nuk po them që çdo ditë tani do nxjerrim do kërkojmë fundin e botës. Absolutisht jo. Po thjesht gjatë procesit dalin gjëra të reja, të cilat i kuptojmë më mirë veten tonë dhe rritemi edhe më shumë. Dhe unë vetë, kur e ndjeva thellë rëndësinë, domethënë e kësaj fushë me të cilën merrem tani, zhvillimi personal, zhvillimi profesional, të kombinuar me terapitë e ndryshme dhe me hipnoterapinë, ashtu siç e dini, doja që vërtet çdo gjë ta ndaja me gruan shqiptare. E dua gruan shqiptare. Pse kam jetuar me mamin tim, ja di vështirësitë si ajo ajo ka kaluar. E di vështirësitë e gruas shqiptare edhe sot. Me punën e kam mësuar edhe më shumë.
më keni zbuluar skuta, ai kështë erra që askujt nuk ja besoni dhe për këtë jam mirënjohëse çdo gruaj që mi ka besuar. Megjithatë, pra edhe në këto momente, wow, pas ka një dritare tjetër, pas ka një gjë tjetër, ka një, edhe gruaja shqiptare mund t'ja dali si gruaja slovene, mund t'ja dali si gruaja amerikane, mund t'ja dali si çdo grua tjetër, pa diskutim. Por ky hap, pra më bëri pastaj që prit një moment, shit, kjo do të thotë që unë duhet të dal nga kjo bota ime introverte. Pra më duhet të dal, më duhet të shkruaj, më duhet të tregoj fytyrën time, më duhet të flas e të tjera e të tjera. Desha apo nuk desha dalin ato pyetjet. Si do t'i presin njerëzit këto njohuri? A do jem mjaft? A do di mjaft? Po ndoshta njerëzit i di këto gjëra. Ndoshta këto janë budalliqe për dikë. Ndoshta nuk do më kuptojnë ashtu si dua. Pra këto janë gjitha ndoshta janë gjëra domethënë që i dini, kanë dëgjuar nga diku tjetër, ose ndoshta do ketë nuk do t'i kuptojnë, gjë që edhe sot nuk i kuptojnë. Ka shumë njerëz që ndoshta edhe juve ju thonë, a çan këto budalliqe. Më thoni. Fatmire? Po, po. Keni kohë, keni para, keni ku duan se çfarë mund të gjejnë. Pra, të gjitha këto pyetje kanë qenë pjesë e botësime. Dhe më besoni që përballja me kamerën, me ato mira sy edhe vesh, aty që se di, del në Instagram, se di sa njerëz shikojnë, del në Facebook, del në YouTube, ku duan çfarëdo që të jetë, apo në televizione, nuk ka qenë as pak e lehtë për botën time introverte. Okay? Por gjithmonë kjo më ka shtyrë që të hedh edhe një hap më tej, edhe një hap më tej, edhe një hap. Dhe çfarë e lidhur kjo me psen? Me atë gjën më të fuqishme. Pra ndaj ju lutem, komunikim dhe parë e filloni me atë. Në fundit, përse po investoj unë te ky? Përse po i kaloj çdo të diel këtu me shpresën? Përse po i dëgjoj këto audio, këto video, pse po i bëj këto pyetje? Pse janë këto ushtrime? Pra e bëni këtë pyetje. Cila është arsyeja? Çfarë unë po përfitoj me këtë? Çfarë po përfiton familja ime? Çfarë po përfiton trupi im, mendja ime, shpirti im, fëmijët e mi, biznesi im, çfarë do që të jetë? Okej? Dhe kur lidheni me këto përgjigje të këtyre, secili prej jush mund të ketë ndryshme përgjigjet. Dikush mund të thotë, po e bëj për vajzën, dikush mund të thotë, thjesht po e bëj për veten, sepse dua të jem një nën më mirë, sepse dua të jem me veten time të ndihem mirë. I kam fëmijët e rritur tani, kanë marrë rrugën e duhur, e kam bërë punën time, po duan që tani e kam kohën të lidhem pak më shumë me veten. Dua të jem më konfidente, dua të them më shumë jo, e të tjera të tjera. Cilëve njerëzve të them jo, në qoftë se e keni. Për shembull një. I përcaktoni, i ndani. Pra këtu dalim tek mënyra e pyetjeve që bëni. Pra pyetjet janë ato që u japin përgjigje, u japin një lloj drejtimi se për çfarë po e bëni diçka që po e bëni. Çdo gjë ka një qëllim, nuk investohet kot. Ndonjëherë edhe 5 minuta një bisedë me një njeri e ka një qëllim. Qoftë edhe një kafe me një person. Doni që atë moment të diskutoni me një person, doni që me atë person të kaloni, të merrni vesh diçka prej tij. Doni t'i bëni qefin, ose ka shoqja juaj, mikja juaj, mund të ketë një problematik, edhe jeni të gatshme, doni t'i jepni kohë nga koha juaj, gjysore, një orë, që të mund ta ndihmoni sadopak. Okay? Tani, duam apo nuk duam, dhe mënyra e kulturës shqiptare, pra neve shpesh, si femrat shqiptare, mundësisht jenë padukshme. Ndoshta nuk e di kur keni qenë juve adoleshente, ose ndoshta vajzat tuaja, sidomos vajzat, se djemt nuk e kanë shumë këtë problem, çfarë bëjnë? Vjen mosha adoleshencës, fillon zhvillimi i gjokseve, bluzat gjera. Mundësisht edhe në një kapuç edhe kështu koka. Okay? Sepse është turp të dalin gjokset, është turp të dukemi, është turp të nxjerrim këmbët, të nxjerrim shalët, thoshin nga Shqipëria. Është turp, pra çfarë? Të gjitha këto na bëjnë atë që të mos jemi të dukshme, të fshihemi. Tani pyetja që dua t'ju bëj është që në cilat raste, edhe mund ta shkruani, do t'ua dërgoj edhe aty në WhatsApp, pa problem, po në cilat raste do doni të ishit më të dukshme? Okay? Në cilat raste do doni ta thonit një gjë ndryshe?
por e ruani, por nuk e thoni, në cilat raste do doni që t'ju shikonin, por fshiheni. Këtu tani çfarë del kur themi por fshiheni, në cilat raste fshihem? Kush janë ata persona ndaj të cilave fshihen? Sepse mund të vini re që ndaj disa personave nuk fshiheni. Janë persona të caktuar. Vetëm ndaj personave të caktuar fshiheni. Ose me persona të caktuar nuk flisni. Ose kur janë prezent persona të caktuar, fshiheni apo nuk flisni. Okay? Se këtu mund të kuptoni cilat këta persona që janë ata që vërtet u ndryshojnë aurën tuaj, ose janë negativ, ose mund të jenë një gjë tipike që kam vënë tek shumë njerëz është ajo që shqiptari përdor një ironi therse ndonjëherë. Një ironi, domethënë kështu, duket sikur mos e shaka bëra unë. Po është ofendim. I kushtoni vëmendje, se disa persona e kanë kështu. Atë një ironi, domethënë një tallje tamam. Dhe ky është bullizim. Ka bullizim, se ne flasim shpesh fëmijët tan bullizohen. Ne bullizohemi nga të rritur. Boll tani u bëre ti. Mos e plak ti tani. Nuk kanë shkruar të mua në Instagram disa herë. Po ti e për të bërë gjyshe tani, i korriton një fëmijë aty të boll na dole në Instagram. Okay? Tazon. Pra i kushtoni vëmendje këtyre gjërave, pse se këto tregojnë atë dhe ju në qoftë se e dini shumë mirë, në qoftë se bullizohet fëmia juaj, merrni masa apo jo. Flisni me mësuese, do bëni gjithçka për ta ndihmuar fëmijën që të mos bullizohet më. Do ta fuqizoni. Po vetë kur u bullizojnë të rriturit, po vetë kur i bullizon bashkëshorti, apo fëmijët tuaj, apo vjerri, apo vjerra, apo kunati, apo kunata. Çfarë bëni? Një rast, domethënë një zonjë këtu në shqiptare në Sloveni, kunata, nga që ishte beqare, kunata ishte beqare, kishte pasur një lidhje që ai kishte lënë edhe i kishte thënë ti je shëmtuar, prandaj s'të ashu, prandaj s'të mbaj ty se je shëmtuar. Dhe tani ajo nga xhelozia, pse nuse vllai ky është femër shumë e lezetshme, shumë e bukur. Dhe kur dilte bëj gati me vllajin të dilte, i hodhi lëngun e portokallit në kokë. Kunata. Po flasim para disa muajsh, nuk po flasim për vitet 60-70, po flasim tani. Bullizim, nuk ka më, domethënë është dhunë psikologjike, dhunë fizike. Dhe askush më i tha burri se s'është ndonjë gjë, tha, dhe ti tha, ngele, tha, sa negative që je. Si mund të jetosh tani në një familje të tillë? Është bullizëm. Mos mbrojtje të gjitha. Të gjitha të këqijat janë aty në atë vend. Dhe fatkeqësisht raste të tilla, jo se janë shumica, fatmirësisht, por fatkeqësisht raste të tilla ende ekzistojnë. Dhe në qoftë se neve kemi dëgjuar apo jemi rritur në ambiente të tilla, çfarë do bëjmë? Më mirë mos jem të dukshme, më mirë të mos dukem e bukur, më mirë të fshihem. Sa herë ka rastisur për shembull, ndoshta goca të reja që s'lejohet të veshin një pantallon të shkurtër, apo kështu e marrin fshehurazi. Dalin me gjëra kështu dhe pastaj marrin fshehurazi dhe i bëjnë jashtë familjes. Se diku do ta nxjerrin. Okej? Pra në cilat dhe prandaj është shumë e rëndësishme për të mos dal nga tema, në cilat raste dhe me cilët persona nuk dua të jem e dukshme. Ndaj cilët personave fshihem. Me cilët persona nuk dua të pi kafen, nuk dua të kaloj kohën e tjera. Okay? Kemi bullizëm ndaj të rriturve pafund, tepër të shpërndar. Nuk flitet për bullizmin ndaj të rriturve, por ky është format e bullizmit ndaj të rriturve janë të ndryshme. Qoftë një ironi shumë. Më bosa të ngelet qefi edhe ty kot. Mos e sta thashu me këtë qëllim ty tani ti se ai merr kështu i merr personale ti. Jo, më ka thonë mu mas shpeshti që kjo ngelet qefi. Që të tani në Shqipëris na ka Kosova thujmë i ngelet hatri. Ngelet hatri, po edhe këtë e përdorim. Edhe sa shpejt ngelet hatri, ngelet qefi. Po ta analizosh se çfarë të thot?
Oh my God, ke të drejtë edhe ta denoncosh tamam. Në një person. Ke të drejtë ta denoncosh, sepse nuk lejohet, është dhunë psikologjike. Kemi njerëzit pasiv-agresiv, quhen. Se agresivi, kështu që të bie, e dim atë, është i thjesht ai të duket. Por, Ne më panim edhe ma shumë atë budhizimin, vetëm mos na thonë atë fjallën ngeli hatri ty, mhm, sa kohë gjatë e ku mbajtur në ato të munu mos me mjetë hatri mu. Derisa një ditë vjen edhe i gjumë krejtë, do t'i madhë kur më kujtohet. edhe bravo për udhëtimin tënd, okay? Që ke arritur këtu, ke arritur. Pra të gjithë kemi një limit. Nuk është se të gjithë kemi një tolerancë, kemi një kufi tolerance. Pra, duke qenë të edukuar në mënyrë të tillë, plus normal ato gjërat që i them se që i kemi thënë më përpara, sepse nuk është e lehtë ngelemi vetëm. Vajza të reja s'ke çfarë të bësh. Ja aty në atë familjeje, ku do vesh 12 vjeçë, ku do vesh fëmijë 8 vjeç. Dhe mësohesh pak a shumë me këtë model dhe nuk e kupton. Po me kohën pastaj mua më thon ndonjëherë ta zëm, më rastis. Shpresa, okay, për çfarë arsye vendose që të punojmë së bashku? Kam shumë ankth, kam këtë. Okej, më trego, po nuk më ka ndodhur asgjë në jetën tim. Po mirë, më thuaj pak të javën e fundit, si ka qenë dita jote. Okej. Do të çuditesha të mos kisha ankth. Okej. Prandaj përqafoja ankthit se të tregon që ajo është simptoma që ta jep trupi për të thënë stop, domethënë këtij lloj bullizmi, këtij pasiv-agresiv që themi, domethënë sulm pasiv-agresiv. Pasiv-agresiv njihet në psikologji, janë ata njerëzit që ta as vet nuk e kupton se si ta thithin energjinë, as vet nuk e kupton se si të bëjnë të ndihesh keq. Dhe nuk duken të tjerët personat jashtë janë kështu, janë të mirë. Por brenda familjes, sidomos me motrat, me nusen, me fëmijët e tyre, si mund të jenë disa shenja të personit pasiv-agresiv, ai që nuk të falenderon për një gjë. I gatuan, i bën gjërat gati, se ke bërë gjë këtë. Mami, krahasimet që bën. Mami im po që gatuan, do jo ti. Ose mund ta thot në mënyrë tjetër, mund mos ta thot kështu direkt. Në cilat raste do doni që të ishit më të dukshme, themi. Dhe por fshiheni. Në cilat raste dhe me cilët persona fshiheni. Me cilët persona nuk doni ta kaloni kohën. E të tjera. Sepse këtu do kuptoni karakterin e personave. Kur dhe si të dalë nga zona e rehatis duke i treguar. Pastaj kalojmë te kjo pjesa tjetër. Okej, e bëm analizën e parë. Po kur dhe si të dalë nga kjo zona e rehatis introverte, të themi, nga kjo zona ime, duke i treguar dikujt apo disa personave apo një publiku më të gjerë veten time, si mund t'i tregoj këtë pjesën time autentike, si mund të tregoj që po, kështu e ndjeva unë, kështu e mendoj unë, dhe është okej, është e imja. Sa herë mund t'ju ketë thënë dikush për shembull, ndoshta edhe shoqja, ndoshta edhe prindër, ndoshta edhe bashkëshorti, ndoshta edhe fëmijë, ndoshta nuk e di, koleget punës. E kishe më mirë atë modelin e flokëve më përpara, ko ti ke bërë këtë ngjyrë. Edhe kjo është pasiv-agresiv. What the hell? Ç'u duhet ty? Shiko se ajo ngjyra e shilet ty të shkon më shumë se e verdha. U kanë rastisu, këto e raste kështu, këtyre si kur shtoj vëmendjen, edhe kështu na duken këto si mos e biseda, hajtë se keni pasur raste të tilla? Po, patjetër. Patjetër. Pra, edhe këto raste që duken kështu si të pafajshme, janë shumë të dëmshme. Pse se në fundit, ty të pëlqen flokët a ke shkafe, ç'm duhet mua tani? Apo të pëlqen ta ruash, ta bësh zero, na? Koka jote është, mua pse duhet unë t'jap mendimin tim? Ku di unë arsyen se pse dikush që ka vendosur kështu? I pëlqen kështu, po teston diçka me flokët, ku di unë, ka një problem, ndoshta e është djegur floku, e ka prerë të shkurtër, ndoshta është bërë një gabim në flokëtore të tjera.
Pra, kur dhe si të dal nga zona e rehatis, apo nga i pozicioni im, duke treguar dikujt, apo disa persona, apo një publiku më të gjerë, apo kolegëve tjera, veten time, mendimin tim, pjesën time autentike, okay? Cila do që tjetë. Tani, pse është e rëndësishme që të tjerëve, botës, duke përdorur mënyrat e ndryshme të komunikimit, ato që i keni pasur 2 module dhe herën e kaluar i kishit ato 8 hapat, ju kujtohen, pra ti tregojmë atë se kush jemi në të vërtet. Pse se pikërisht për gjithë të arsye që kemi bërë që nga muaji i parë edhe deri tani dhe kjo që përmenda tani, shumicën e kohës kemi vendosur një mask, kemi vendosur një fasadë, kemi ngritur mekanizma mbrojtës për të mos treguar autenticitetin tonë. Sepse po e tregova unë që unë jam introverte, ta zëm, me që mora këtë rast, po e tregova unë që mua më pëlqen kjo gjë, do kritikohen. Kështu që më mirë. Po tregova unë që nuk di not, kush e di se çfarë do mendojnë. Po tregova unë që në familjen, kujtun që mami im ka vuajtur nga kjo gjë, ose që mua i jam rritur me kam një rëndes, sepse kemi një problem specifik në familjen tonë, po tregova unë që në familjen tonë gjërat nuk funksionojnë 100% ashtu si duhet, kush e di, domethënë se çfarë do thot ai. Sa herë mund të jemi, për shembull, ndoshta mund të keni pasur një të dashur në fillim ose para se të martoheshit dhe mund të keni ruajtur, mund të keni fshehur gjëra. Unë s'po them se do thuhen që ditën e parë. Ndoshta edhe pas martese, pas 4 vjetësh, 5 vjetësh keni arritur t'i thoni ndonjë dhimbje, ndonjë gjë ose ndonjë gjë që tek familja nuk u ka pëlqyer, e vllait, e motrës etj. Ose ndoshta edhe 10 vjet, edhe 15 vjet. Pse? Se frika se do na lër, se po të tregoj këtë veten time autentike, edhe me këtë dhimbje që kam ndjer, do më largohet edhe ky. Ku dalim? Dalim tek abandonimi, tek frika që do ngelem vetëm. Nga një gjë kaq e thjeshtë, që duken gjërat kaq të thjeshta, i kemi ngritur. Pra kemi ngritur këto mekanizma mbrojtës për të ngelur më mirë te kjo e jona këtu. E fshehur mundësish kështu ta mbyllim edhe pallton me komça mirë, mos të dali asgjë, mos të tregojmë pak as pjesën e gjoksit, të themi. Lere më pastaj zemrën, lere më pastaj botën e brendshme. Pra dua të them që ky udhtim, sepse gjithë ky ndryshim, gjithë ky investim që i bën juve, qoftë i kohës, i ana financiare, të tjera, është një udhtim. Është një ndryshim, dhe ndryshimi është udhtim. Dhe ky udhtim nuk ndodh brenda natës. Ky ndryshim nuk ndodh brenda natës, nuk ndodh brenda javës. Ashtu siç nuk ka ndodhur për mua, ashtu siç nuk ka ndodhur dhe për juve. Pra e fillojmë me një gjë, se edhe kur flasim për të treguar veten tonë autentike, e fillojmë duke treguar një gjë. Pa provojmë duke treguar diçka, pastaj duke treguar diçka tjetër. Okej? Dhe dal nga dal fillon, domethënë kjo maska fillon të futet diçka e re te kjo maskë, fillon të ndryshojë ngjyrën maska. Fillon të kuptojmë, fillojmë të ndjejmë nëse kjo X gjë do pranohet apo jo. E kemi të nevojshme ta marrim një lloj, sa do pranohet, nga kush do pranohet dhe pas kësaj domethënë çfarë ne arrim, cila është dobia e kësaj gjëje. Pra e kemi të nevojshme, ne nuk mund ta hapim veten kështu vup me një herë. Është e pamundur. Pjesë, njeriu që i besojmë më shumë. Sepse është vërtet është shpirtin ne nuk mund t'ia besojmë kujdo. Dhimbjen tonë, zhgënjimin e tjera, nuk mundemi. Personit që ja besojmë këtë, është e nevojshme që ta meritoj. Duhet ta meritoj. Nuk mundemi hapu ashtu kot. Pse se varet si ta merr tjetri, në vend që të na ndihmoj, mund të na shkatërroj. Pikërisht prandaj është kjo maska, sidomos kur flasim në lidhjet në çift, në lidhjet me partnerin, por edhe burrat e njëjta gjë, mos kujtoni se edhe ata nuk kanë maska, edhe ata kanë maska. Edhe ata i kanë të blinduara bilesat, i kanë edhe më të fuqishme.
Dhe prandaj për shembull shumë burra kur ngacmojnë, u lere s'dua të flas. Pra e kanë bërë mekanizmin shumë të fuqishëm që të largohen nga kjo gjë. O, akoma me këtë merresh ti, e kam lënë unë aty, e kam harruar, unë e kam lënë. Okej? E kanë edhe më të fuqishëm. Nuk do të thotë që vetëm ne gratë kemi ngritur këtë mekanizmin apo maskën, edhe burrat e kanë këtë maskën. Dhe duke qenë me këtë maskën për të ruajtur, sidomos tek bashkëshorti, sepse humbja e një lidhje, dashurie është ajo humbja më e fuqishme, aty do jetë maska dhe do zgjasi më shumë në kohë të paktën. Kështu që e fillojmë, edhe në qoftë se e keni këto maska, e filloni me gjëra nga pak, të vogla. Guximin që të komunikojmë, më shumë edhe, do më thëmë, guximin pra që të tregojmë edhe më shumë një pjesë tjetër të vetes son, derisa të tregojmë gjithë veten ton të vërtet e gjejmë pikërisht me anë të këtyre pjesëve. Pra. Këto pyetje që thash fillimisht me veten tuaj. Ka që thjesht ishte ajo pyetje që duket, por pas asaj pyetje dalin dhe shumë gjëra të tjera. Pra nga aty pastaj vendosni, me cilët persona unë ndihem më rehatshëm. Përfitoni dhe nga koha që jemi së bashku, ju lutem. Disa prej jush më kanë kontaktuar, kam folur me disa prej jush, disa të tjera ende jo. Më shkruani, ju lutem, jam këtu t'ju dëgjoj, jam këtu t'ju drejtoj, jam këtu t'ju edhe privatisht, më shkruani privatisht, jo brenda grupit. Disa prej jush më kanë shkruar privatisht dhe kam folur me juve, gjitha. Disa të tjera nuk më kanë shkruar. Më shkruan, ju lutem, edhe privatisht. Pikërisht për të filluar, për të kuptuar se cilët janë, fillimisht kemi nevojë për një person që të na dhe mendoj se meqense jeni pjesë e programit, jam këtu, unë nuk i nxjerr sekretet tuaja. Ato që keni folur me mua, si kam nxjerr ndonjëherë, asgjë. Pra, mund ta filloni me mua, pastaj me një person tjetër, pastaj me një tjetër, pastaj me një tjetër, me radhë. Pra, përfitoni nga kjo në mënyrë që të nxjerrni një gjë që për të filluar atë maskën pak nga pak, domethënë ta heqim, të largojmë, të fusim një frym të re, të fillojmë të krijojmë atë besimin, sepse pa dashje ndonjëherë ne themi, vetëm mua më ndodhin këto. Po kur flet pastaj e shikon që, prit, nuk që nga vetëm. Që nga vetëm unë që vuaj me të njëjtën gjë. Okay? Pra për ta treguar gjithë të tërësinë tonë, kemi nevojë që të fillojmë një e nga një. Shpesh për shkakun pyesin që, unë nuk jam si ty. Shpresa ti mire ke, po unë nuk bëhem si ty. Po shqyr Zotit që nuk je si mua. Se çfarë kuptimi ka që të jemi të gjithë njësoj. Okay? Por ka gjëra që unë nuk i di, ka gjëra që unë nuk i kam përjetuar. Unë nuk jam e gjithditshme, unë nuk jam e pagabueshme. Pra, gjithë se cila për jush ka gjëra që unë nuk i kam. Ashtu si unë kam gjëra që nuk i ka e lira, po i ka hafja. Çrëndsi ka. Pra jemi të ndryshëm, thanks God që jemi të ndryshëm. Çfarë kuptimi ka të ishim gjithë njësoj. Por si unë do ta di, apo si familjarët, si miqtë tuaj, si bashkëshorti juaj, si fëmijët tuaj, si kolegët tuaj, do ta di dhe do ta kuptojnë këtë pjesën tuaj, kjo pjesa juaj që është ndryshe? Si do ta kuptojnë? Si do ta kuptoj unë kur thjesht të rri dhe më shikon? Nuk lexoj dot trurin, askush nuk e lexon dot. Mind reading nuk ekziston, leximi i mendjes pa bërë pyetjet. Me anë të komunikimit. Komunikimi. Në forma dhe në mënyra të ndryshme. Okay? Pyetjet. Kush mund të më ndihmoj? Ku, si ta bëj ndryshe, sa, ku, kur, kush. Ju lutem, mos i harroni asnjë moment këto gjëra. Pra, çfarë ndodh? Ne që të vegjël fshihemi. Dhe çfarë fshihet pas kësaj që nuk shprehim dhe nuk tregojmë atë se kush jemi? Si kanë ndikuar prindrit dhe faktorët e tjerë të kjo gjë? Pra tek jeta juaj, për shembull. Nuk mundet edhe të tjerët ta pranojnë atë ndryshimin ton me një herë. Trupi jon nuk e pranon në radhë parë, por edhe të tjerët jo. Kështu që me di çfarë që të fikse më del tani. Çka më ka ndihmu për me mujt më shpreh,
Por kam arrit një gjendje që nuk më ka interesu qa menon, a sa i vjen asa na interesant e jetim. Më ka vy me shpreh, më shpreh, s'ka rëndësi për shembull që si personi përballë çka menon tani, se pas ka sa keq, sa mira. Mhm, mhm. Okej, super. Diçka që Po shoh edhe në për të arritur shpesh. deri këtu te kjo që çka, do të thënë që nuk më intereson se çfarë mendon, të është dashur një rrugtim, apo jo? Shumë i gjatë, shumë. Është shumë i gjatë. Nuk është ai Më që ndem shumë. edhe shumë i dhimbshëm. Okej. Okej. Super. Vërtet ju lutem edhe një herë se shpesh ma kërkojnë, po 3 seanca, 4 seanca, po nuk po shikoj ndonjë ndryshim, nuk po shikoj ndonjë ndryshim. Në fakt ndryshim ka, po është aq i vogël sa është i padukshëm dhe nuk duket, por kur e fillojmë edhe pak, brenda muajit, brenda 2 muajve, patjetër që ka ndryshim, nuk diskutohet. Brenda 6 muajve, pas 6 muajve, pas një viti do jetë ndryshimi shumë më madhor, nuk pas 2 vjetë tjetër. Pra, juve mos harroni që edhe fizikisht është vërtetuar shkencërisht. Unë fizikisht qelizat e mia që kanë qenë para 7 vjetëve, asnjë nga ato nuk ekziston më sot në trupin tim. Janë rinovuar. Edhe mendimet, edhe mënyra, edhe zhvillimi juaj, sidomos kur investojmë, domethënë për këto gjëra, edhe zhvillimi psikologjik, mental, nuk është ai që ka qenë para 7 vjetëve. Nuk është ai normal që pak e nga pak, se dhe qelizat e trupit nuk ndryshojnë me njëherë. Kaloj 7 vit që tani, në datën 7 qershor 2025, tani do bëhet komplet qelizat të reja. Jo, në këto 7 vite janë transformuar qelizat. Por, pas 7 vite, pra nuk janë ma ato qelizat e vjetra. Janë ndryshuar, pak e nga pak, pak e nga pak. Pra një taj gjë ndodhet edhe me zhvillimin psikologjik. Sidomos kur lexojmë pak, kur marrim pjesë në trajnime, ndryshojmë komunikimin me veten. Komunikimi me veten, tash nuk fillon me afirmimet, por fillon me pyetjet e zgjuara që i bëjmë vetes. Ore, çfarë ndodhi këtu një moment? Okej, prit. Po tjetër, si mund ta bëj ndryshe? Çfarë mund të më ndihmonte këtë moment? Kush mund të më ndihmonte? Ku mund ta gjej këtë informacion? Kur mund ta bëj këtë gjë? Kur ta gjej kohën të flas me këtë person? Kur do ishte mirë të flisja me, ose të dilja, ose sa kohë t'i kushtoj? Sa kohë ta pi kafen? Me shpresën, për shembull. Bra, te këto që jemi neve sot, më thënë ky version që jemi sot, ky model, ky produkt, ka ndikuar jo vetëm prindrit, por ka ndikuar shoqëria, ka ndikuar kultura, ka ndikuar njerëzit e tjerë që na rrethojnë, në çdo fushë dhe në çdo drejtim të jetës. Ndikim në kuptimin që cilat janë pritshmëritë e shoqërisë. E përmende Fatmire tani, Me ndohu 10 herë, fol një herë. Janë pritshmëritë e të tjerëve ato. Ndërsa vete kanë gojën kështu, me një herë. Pra, na kanë thënë çfarë lejohet e çfarë nuk lejohet. Sidomos në gratë. Gjithë jetën, domethënë shoqërohemi me atë se çfarë i lejohet gruas edhe çfarë jo. Gruaja s'duhet bëj këtë, gruaja është aty të lajenet, gruaja është nuk e di se çfarë do që të jetë. Pra brenda familjes edhe brenda familjes kemi pasur gjëra të ndaluara, qofshin këto verbale apo jo verbale. Dhe të gjitha këto ndikojnë te kjo që fshihemi. Ndikojnë tek këto fjalët e ndryshme, tek modelet që kemi krijuar, tek programet që ne kemi krijuar duke na i përçuar edhe të tjerët. Kemi krijuar programe brenda vetes në ato që na i kanë përçuar të tjerët. Ose siç e theti Fatmira, në fakt se meqense e përmendë disa veten sot, të marr si shembull, pra siç e the që vetes time i thosha pastaj. Veten e pyesja në fund harroja se ku e fillova mendimin. Normal. Pse se nga që ishin aq shumë të blinduara, janë programe të blinduara, them unë, nuk janë kanë zënë vend mirë aty brenda nesh. Dhe prandaj kërkon atë hap pas hapi. Tani disa mënyra komunikimi, të cilat për shembull që ta kuptoni, më thënë se ku mund t'i gjeni disa mënyra komunikimi që ju kanë bërë që të fshiheni apo të fshihemi. Kjo sjellje nuk është për vajzat. Vajzat nuk sillen kështu, mos u sill kështu.
Vajza nuk e mban gishtin në gojë, që kur kemi qenë të vogla. Vajza duhet të ketë flokë të gjata, e të tjera, nuk e di. Mos u sill kështu. Mos e bëj këtë veprim. Mos është turp kjo gjë ta bësh. Ha tani mos u bë si fëmijë se fëmijët qajnë. Ti je vajzë e rritur tani, vajza 5 vjeçë, ha? Ose në rastet kur mund t'i thonë kemi 2 fëmijë, fëmijës math, fëmija i math do më thonë, është 4 vjeç, është 5 vjeç. Po lere se është i vogla ai tjetri. Është fëmijë për vete. Okay? Mos u rrit para kohe pastaj. Kur nuk na pëlqen. Edhe rritemi pastaj, mezi presim, mos u rrit tani para kohe. E akoma si e rritur ti, prit. Prit se ti je e vogla. I vogli nuk flet. Pra problemet me të cilat janë të ndryshme që ndeshen në familje të ndryshme. Suksesi nuk është për ne. Biznesi i kam gjuar në familjen time. Sa kam thënë një idenë e biznesit, u bërë ti për biznes. Po ku kemi bërë në njërë biznes, ti do bësh. Kemi bërë në njërë biznes, do bësh ti. Edhe unë i kam thënë babit tim, si mos kemi bërë biznes? A ka qenë gjyshi jot be? Ka qenë aga? A ka pasur një mi kokdele? E ca kuaje? A kishte edhe ca të punësuar? Jo, po nuk ka qenë biznes ai. Po mi, në atë kohë shu ka qenë biznesi. Si nuk kemi qenë për biznes? Jo, po femra, do bëj femra biznes. Çfarë të bëjmë, më mirë të fshihem. Jam shehur, kur e kam bërë biznesin, pas 6 muajsh u bë realitet, që edhe dolën fitimet e para, atëherë thash, ja, e kam bërë biznesin. Okay? Fshehur. Bëje fshehur pastaj që të mos tregosh, se po tregove, rrin pse se s'doja të mlodhin. Më mirë po fshihem që mos kush rriti dëgjoj tani. Pse se do fillonin me ato. O bo, ja s'të erdhi njëri, sa klientë erdhën, sa xhiropate. Kështu që më mirë mos dëgjoj nga këto gjëra, më mirë po punoj e fshehur. Okay? Ose mos bëj asgjë. Lere, të ke qenë mami, mos bëj asgjë, ti vetëm mësimet, s'ke asgjë tjetër për të bërë. Nuk është model. Ose le mos i fol, mos i bëj asgjë ati, lere sa ish budalla, mos i bëj asgjë. Po lere se ata familje ashtu janë. Mos i bëj asgjë, pusho, qepe gojë, mos fol. Vajzat e mira nuk flasin. Pra të gjitha këto janë këto që në pamje të parë nuk duken problematike, por të gjitha këto kanë ndikuar tek ajo që të vendosim maska, të fshihemi. Mos fol asnjë fjalë, asnjë fjalë mos ta dëgjoj se ta kputa kokën. Pak në Shqipëri është përdorur kështu, kjo rregullisht. Ti shkula veshët. Ta tha, ti të rash turinve e mbaj mund të si fëmijë që ato. Ti ikin koka ndeja, do të bie një kështu që. Okay? Boll fole ti se kjo gjë nuk të takon ty. Hajde më, ik rri aty. Nuk të takon ty. Ja më thoshin, është punë për ti. Nuk është punë për ty kjo tani. Ha? A mos na bëj tani si e mençur ti, u bëre tani ti. Vetëm flokët e gjata keni juve se mend si keni. Mos u afro kaq shumë, mos fol kaq me zë të lartë, mos u skuq, mos qaj, hë prap u skuqet ti, hë prap fillove të qajit ti. Mos mendo kaq shumë, ngele aman, sa thellohesh. Mos mendo kaq shumë, hajde bëje. Mos e vrit mendjen. Pse e ka që ndjeshme, mos u bëj ka që ndjeshëm. Kur të gjitha këto çfarë do thonë, për shembull kur mos e vrit mendjen, mos u bëj ka që ndjeshme. Ha më mboll, sa e ndjeshme që je, aman. Na mësojnë që mos ndjej. Mos ke ndjenja. Mos ke emocione. Pra të gjitha këto në pamje të parë duken si gjëra me këto jemi rritur apo jo? I kemi dëgjuar në mënyrë të rregullt, të përhershme. Ja që ndikojnë të kjo që të fshehim atë se kush jemi. Të gjitha këto. Na kanë krijuar traumë. Kjo është trauma komplekse. Kur flasim për traumë, është shumë e thjeshtë. Vetëm një ngjarje që mund të ndodhi dikujt. Është shumë e thjeshtë kur vetëm një aksident kemi pjesë e një aksidenti, apo vetëm lufta.
është një ngjarje që ka ndodhur. Ndërsa kjo është aq shumë komplekse dhe aq shumë e fshehur sa na bën të fshihemi. Na bën të vendosim maska. Pra, mesazhi që i komunikohet fëmijës, mesazh që normalisht do thoni ju ç'lidhje ka kjo me fëmijët, ne jemi i zonja, u është komunikuar juve. Okej, u është komunikuar edhe juve që jeni këtu. Ka bërë atë që ju jeni këtu, ose kemi arritur deri në një fazë të jetës, kemi arritur deri këtu, jemi këtu, por vetëm kaq. Pra na është dashur të mbijetojmë, po për të mbijetuar në një ambient të tillë, me kaq shumë mose, ku s'lejohet asgjë, s'lejohet të jesh vetvetja, na është dashur të përshtatemi familjes. Pra na duhet, për të mbijetuar, duhet i përshtatesh familjes, duhet i përshtatesh shoqërisë, duhet i përshtatesh kulturës, zakoneve. Ndryshe nuk je okay. Deli Azez, mua më kanë quajtur historikisht Deli Azez, sepse Deli Azez nuk e di sot se ka marrë përgjigjen, se ua kam bërë pyetjen. Ore, çfarë bëja unë që më quani Deli Azez? Pse bëj shumë pyetje. Okej. Kjo ishte Deli Azez, se bëja shumë pyetje. Që jam introverte nga natyra, nuk jam nga ato njerëzit që të bëj shumë pyetje. Nuk jam nga ato njerëzit që më para s'kam bërë shumë pyetje. Po edhe aq sa i bëja ishte pyetje më e thellë. Ishin mendime pak ndoshta më të thella që si përshtateshin. Okay? Pra, na duhet krijojmë mekanizma të tilla dhe i përshtatemi familjes, shoqërisë, kulturës, zakoneve etj. Ndryshe nuk je okay, ndryshe nuk ja del dot. Edhe zhvillimi personal. Nëse jemi me pakic, jemi në pakic, flet në problem, se s'kemë shoqëri, ngelesh pa njerëz. Dhe më vjen mirë, do më thënë që në këto vitet e fundit, po merr bum. Shumë mirë. Akoma, jemi shumë larg atij zhvillimit personal të vërtet, do më thënë, jemi shumë larg. Po s'ka gjë. Edhe ato seminaret motivuese, edhe ato ndikojnë. Pra, do apo nuk do, ndihet. Thanks God. Sidomos tek të rinjt, komplet ndryshe mendojnë të rinjt. Dhe kjo gjë do sjellë zhvillimin pra edhe më tej. Është i nevojshëm. Pse se edhe po mësove vetëm, e keni shumë të qartë apo jo, Linda? Edhe po t'jesh vetë, mirë vetëm, jo, ke nevojë të dalësh edhe kur del me shoqëri, ti je rritur, je zhvilluar, do të diskutosh një gjë më shumë, do të diskutosh për një seminar, për një trajnim që ke marrë pjesë, do të diskutosh, ore, prit një çik se më shqetëson kjo mënyra e edukimit të fëmijëve, ky bullizimi në shkollë. Nuk do të diskutosh për rrobat. Cilat janë modelet e fundit që vesh Kim Kardashian apo ku diun. Nuk do të diskutosh ku t'i bëjthonjë më të gjatë, ku të zgjatoj flokët, po nëse je në një shoqëri që shumica diskutojnë për këto gjëra, automatikisht do të tërhiqesh. Po ne jemi qenie sociale. Dhe duke qenë qenie sociale, s'mund të rrim dot vetëm. Dhe prap çfarë bëjmë? Ulim nivelin ton për t'ju përshtatur një niveli tjetër më të ulët. Prandaj është mirë, nuk mund ta mbajmë zhvillimin vetëm për vete. Ashtu siç e thash që në fillim, këto janë gjëra shumë të bukura, do ta ndaj me publikun shqiptar, me gruan shqiptare. Sepse s'ka kuptim. Nuk mundem. Edhe të dua, unë dua të rritem, por nuk mund të rritem në një familje apo në një shoqëri ku është kjo gjendje që është. Ku 90% e tyre janë me nivelin shumë larg. Mund të jemi para atyre, por nuk më rrit kjo mua. Më rrit të jemi të sfidojmë njëri tjetrin, në kuptimin jo të keq, po të sfidojmë që të mësojmë më shumë, të bëjmë gjëra ndryshe, të dalim, të shkojmë bashkë në një trajnim e tjera, me çdo që të jetë. Andaj pastaj mos të çuditemi, se ndoshta e keni dëgjuar, ndoshta vetë keni bërë pyetjen, ore pse jemi si shoqëri këtu ku jemi? Çfarë çalon në shoqërinë shqiptare? Besoj e keni bërë këtë pyetje vetes apo jo? Kur shikoni ato rastet e dhunës e tjera. Janë pikërisht të gjitha këto. Okay? Pra të mos çuditemi se pse si shoqëri jemi këtu ku jemi. Kur fëmia është kontaminuar me këto stope, kur fëmia ka fshehur veten, ose më mirë shumicën e pjesëve të vetes, sepse ambienti jashtë apo brenda e ka detyruar në një mënyrë apo një tjetër
atëre çfarë domethënë është ajo mesazhi domethënë që si është rritur domethënë ky fëmijë, si jemi rritur ne, si jeni rritur ju ndoshta. Ti je këtu, po nuk je këtu, të kam xhant, kam shpirt, se s'mund të themi tani që prindërit nuk na kanë dashur, na kanë dashur. Nuk kemi marrë këtë mesazhin që nuk ka rëndësi se si je, mjafton, sepse mjafton që je. Okej. Thjesht je, hajt më mirje, po mbjeton, s'ka gjë. Jo më jo, ti mund t'jesh kështu, ti ke karakter ndryshe, ti ke këtë gjë. Nuk ka, është e panevojshme ta cilësojmë dikë dele e zezë. Se po ta marrësh ashtu, të gjithë jemi dele të zeza, gjithë kemi karaktere të ndryshme, apo jo? Mund të keni motra vëllezër, edhe jeni si nata me ditën me njëri tjetrin. Ose në shumë raste mund të thonë që mos është ja kemi dalë në deri tani si prindër njërë, po ne si ja kemi dalë deri tani na kanë rrafur edhe neve prindrit. Hajtë se gjeti gjë se ja futa një. Okej? Ose kështu ka funksionuar për ne, kështu do jetë edhe për ty. Harroje, s'ka mënyrë tjetër. S'kemi pasur me biznes, do kesh as ti. U bëre ti tani të kesh biznes, sidomos femër. Dhe çfarë? Fëmijës, mua, juve nuk na ka ngelur gjë tjetër përveç se asaj që të përshtatemi. Ndryshe asnjëherë nuk dihet se çfarë na priste apo çfarë na pret. Kjo gjë ndoshta mund të jetë edhe me fëmijët tuaj. Tani ti largosh gjithë këto gjëra nga sistemi ynë, pra është ky udhëtimi, është kjo puna, që nuk është e lehtë. Domethënë është e thjeshtë. Jeni dakord se shpesh e them, është e thjeshtë, por nuk është e lehtë. Apo jo? Okej? Kur dikush na shpjegon se funksionon trupi ynë kështu, duket e thjeshtë, por nuk është e lehtë. Unë kam një mikën time psikoterapiste, Ana, këtu në Sloveni, dhe nga puna e saj me klientët ka dalë në konkluzion që fëmijës i komunikohet një mesazh shumë kontradiktor. Mesazhi është mos i shëndetshëm. Ja keni thënë ndonjëherë fëmijës tuaj që mos i mirë me shëndet? Se duket e dhimbshme, se ja themi direkt apo jo. Dhe natyrisht që nuk ja themi, domethënë si prindër, thot Ana, nuk ja thot asnjë prind, nuk ja thot direkt. Por në rastet ekstreme, kur dhe fëmijët janë vërtet sëmurë, domethënë kanë probleme me shëndetin e tyre, por mbijetesa e familjes varet shpesh nga kjo X sëmundje apo problematike e fëmijës. Dhe për shembull ta zëm edhe në Shqipëri paktën kam kushtuar vëmendje, nuk e di në Kosovë, nuk i kam dëgjuar intervistat në Kosovë, këto në Shqipëri kam dëgjuar më shpesh, se më ka bërë shumë përshtypje kur e ka thënë Ana, dhe pastaj duke dëgjuar intervistat e kuptova shumë qartë atë që donte të thoshte. Dhe në Shqipëri i marrin prindërit në intervista edhe thonë, po të mos ishte ky fëmijë me këtë sëmundje, me këtë problem, invalid apo çfarë do, ne nuk do merrnim as të 50.000 lekësh. S'do kishim as për drita, s'do kishim as për bukë. Tani ai fëmijë e dëgjon. Pra është të mërshme ta mendosh, por ai është aty, ai e thith këtë mesazh, e kupton në një mënyrë apo tjetër këtë mesazh. Dhe çfarë do ta përdori mekanizmat e tij për të qëndruar aty ku është. Ndryshe familja nuk mbijeton. Kur kemi raste që i kam parë edhe vetë, edhe domethënë këtu në Sloveni edhe në Shqipëri një rast që prindrit nuk janë dorëzuar, ose mund të keni parë edhe se tani janë edhe në rrjetet sociale, pafund, qoftë në Amerikë e tjera, që prindrit thotë nuk ka rëndësi se je dhe pa këmbë. Ja del, je pa dorë. Keni parë raste që njëra ka vetëm një këmbë dhe ka vetëm 2 gishtat e këmba. Dhe ajo ka bërë dhe ka lindur dhe fëmijë, vesh fëmijën me 2 gishtat e këmbës. S'ka duar fare. Si ja del ajo? Pra nuk kanë bërë viktimën. Është e tmerrshme ta mendosh. Por pa dashje, pra i thonë me fëmijës, vazhdo i kështu i smur. Mos u shuro, se ndryshe dhe fëmija çfarë bën,
Në atë mekanizëm, të rrik shumë, sepse po ashtu nuk do mbjetoj dot familja. Nuk do marri mami dot atë 50.000 lekë, s'do kemi as drita as bukën për të ngrënë. Nga ana tjetër besoj e keni provuar që kur fëmia është sëmur, pra i kushtojmë më shumë vëmendje. Patjetër, një sëmundje të lehtë, një temperaturë të tjera, këtë pra i kushtojmë vëmendje. Dhe nuk do ishte okay që fëmia ta përdorte. Tani çfarë ndodh? Nëse neve fëmijës i kushtojmë edhe më tepër vëmendje se sa meriton në rasti, fëmia mund ta kthej edhe këtë, edhe atë temperaturën, edhe atë dhimbjen e keni vënë ndoshta fëmijët e vegjël tuaj mund t'ju ketë ndodhur. Si thjesht se nuk i shkohet në shkollë, thotë më thon barku, në mëngjes. Çdo mëngjes i thon barku. Është stresi, është një mënyrë, pra ka filluar ta përdor si mekanizëm për të tërhequr vëmendjen, për të përfituar diçka, sepse dhe fëmijët janë manipulatorë. Dhe duhet të dini që këto janë mënyra komunikimi në nivele energjike shumë të thella. Dhe janë pikërisht këto gjëra ato që krijojnë traumat e ndryshme. Ato që i quajmë pastaj dhe vuajtje të fëmijës së brendshëm. Pra edhe në rastet kur neve i kushtojmë më shumë vëmendje se sa duhet, prap krijojmë traumë. Sepse krijohet po edukojmë një fëmijë i cili është i papërgjegjshëm, bëhet i paaft për të përballuar jetën. Okay? Tani, nëse u bëj një pyetje, me aq sa kemi ndarë deri tani, si mendoni se kjo gjë ndikon tek energjia femërore? Mendoj se ndikojnë shumë. Thjesht nuk e shfaqem. Nuk e shfaqem. E fshehim, përsëri. E fshehim edhe energjinë femërore, apo jo, Fatmire? Se kur është turp, apo kur nuk e di, kur nuk lejohet të shprehesh një gjë qoftë edhe për një dëshirë biznesi, apo për një dëshirë se do të lexosh një libër, apo për një pushime të shkosh diku, apo një fustan që do ndrysh, apo një model flokësh që kur dhe për këtë të lejohet, si mund të lejohet të shprehesh energjinë femërore, të shprehesh seksualitetin? Tamam puna dhe që të mi shpreh. Si? Atje në Kosovë të tamam puna dhe që të mi shpreh edhe. Edhe që ato me shpreh ke marrë fund. Patjetër që ndikojnë. Të gjitha këto ndikojnë. S'mund të jemi si me të lirshme, thjesht. Energjia femërore është një energji që vërtet duhet jetë në flow. Lëvizi. Nëse na është lejuar mbaj mundur në përdasma kërcenim nëse s'ka pasur më për plak në kohën kur jam rritur unë në Shqipëri. Edhe në dasma që shkoje, rrinin plakat edhe fisit të shikonin gjithë. Shko si po kërcen kjo. Po Leri, qa merresh me fëmijët? Qa bënde fëmija ulej, nuk kërcen dhe rrinte aty të fshihej. Dhe më thënë një gjë ka qëtë, kur e kujtoj ato të dasmave, se më kujtojnë edhe fytyrat e disave, kishin edhe ato shamite zeza që i mbanin kështu, edhe rrinin, shikoje, si rrotullohet kjo vajza e filanit. Po normal të dredhura këto, filloni komentet. Çfarë do bëje? I ke futu aty në një cep, mos kërce, mos lëviz. Kur trupi është bërë të lëviz. Energjia femërore është të rrjedhi. Shpat mira u shkri. Ka ku qesh sote. Kërejt kompliktohen që ato gjo. Si? Kërejt që ato që pifoj ke i kam parasyve. I ke parasyve gjitha. I kam përjetu që. Okej, pra dalim të kjo gjëja pra që si mund të pyesim veten, pastaj a është çudi pastaj që ndodhemi si shoqëri këtu ku ndodhemi? Ose dhe shoqëritë e tjera, se nuk po them se dhe në Sloveni ka jashtëzakonisht shumë probleme. Kanë mënyrat e tyre të, nuk diskutoj, nuk po flasim që janë vetëm që janë këto gjëra vetëm në Shqipëri. Pra, të këto blokade të ndryshme, të cilat nuk janë asgjë, më thënë çfarë janë në fund gjitha këto blokade, çfarë janë gjitha këto mose bëj këtë, mos e thuaj atë. Nuk janë asgjë tjetër veçse një energji e grumbulluar. Thjesht një energji e grumbulluar e fshehur, e mbyllur fort aty, dhe do shprehet ajo si, do shprehet me ankth, do shprehet me depresionin, do shprehet me ngritje zëri, do shprehet me sëmundje të ndryshme, deri në sëmundje kanceroze. Janë të lidhura këto, nuk mundemi.
kanceri në stomak, për shembull, është tipik i lidhur me stresin. Ku ka kancer në stomak, duhet parë si ka qenë jeta e atij person. Pse se, si thash, fëmia e vogël çfarë do të më barku? Sot më dhëm stomaku, e pe ka këtuaj. Mami, më barku. Në mëngjes, ndark si dhëmë, se ndark është të kërcej, do të lëvizi, do të ashëm. Në mëngjes pa pritur i dhëm barku, kur është në kopësht apo në shkollë, se s'do të shkoj. Normal. Përse nuk do të shkoj, ka arsye të ndryshme. Dhe nëse ky stres vazhdon gjithë jetën, një moment fatkeqësisht do shfaqen edhe sëmundje deri kanceroze. Dhe stomaku është i lidhur. Mjekët e thonë vetë që në 90% të raste është i lidhur direkt me traumë, me stresin kronik që dikush ka. Dhe unë i njoh 4 raste që kanë, do të thënë, të afërt, një familjar, të tjerët miq të afërt, duke ditur kam punuar me një familje ka qenë në Tiranë, njërë ku kam punuar edhe di shumë mirë historinë e tyre dhe nuk më ka çuditur fare kur ai ka vdekur në moshën 59 vjeçare, kancer në stomak. Nuk është çudi. Diku kam lexuar që këto bllokadat e energjisë femërore shfaqen edhe kur ne shesim autencitetin tonë dhe atë se kush jemi. Kur shesim atë, do të thënë se çfarë duam për të pasur sigurinë. Çfarë do thotë, do të thënë, kjo shitje që e mirë s'ka gjë, bëjmë një lloj kompromisi vetëm që të mos e humbasim. Për shembull, ta zëm. Ka raste që dikush, zonja me të cilat punoj, e dhunon partneri. Në një formë apo një tjetër. E flasim edhe dhunë psikologjike, edhe dhunë fizike. Edhe dhunën fizike justifikon. Pra shet autencitetin e saj. Vetëm e veten që të ketë atë sigurinë se s'ka ku vete. Dhe kuptoj që do ketë probleme. Nuk diskutohet me shëndetin e saj. Edhe jeta profesionale na e prish këtë rrjedhin e energjisë femërore, sepse nëse jemi në një punë ku nuk jemi të kënaqur, çfarë do bëjmë? Prap do kemi ankth. Prap do, si po më shikon shefi, nuk e di, kush ka provuar në vende pune që dikush të rri aty të shikojë mbrapa kompjuterit ose të vëzhgoj, domethënë, si po e bën, ose mund të keni dëgjuar ndonjë tjetër, shikojnë çik filani se si e bën punën. Të krijon një gjendje ankthi. Një punë ja tani që jeni duke dëgjuar mua, nëse u vinte dikush aty mbrapa, çfarë po bën, çfarë po dëgjon? S'do ndjehesh të rehatshëm apo jo? Okej? Imagjino të bësh vetë një punë. Dhe të gjitha dhe në vendet e punës, pra ne mund ta kemi shumë mirë jetën në familje, dhe në vendet e punës jemi të pakënaqur, edhe këto na krijon gjendje depresioni, na bllokon energjinë femërore. Ande mund të ndjem që sikur jeta jonë nuk ka kuptim, humbasim dëshirat. Dhe gjë që natyrisht unë ndesh rregullisht me shumë nga klientët e mia. Okej? Edhe unë nëse sot e kap veten time me një ndjesi në trup, cilado që të jetë ajo, me një fjalë të thënë, me një dyshim apo çfarëdo që të jetë, e pyes veten, çfarë po ndodh këtu? Çfarë unë nuk po bëj okay? Ku është problemi? Çfarë mund të bëj tjetër ndryshe? Si mund ta bëj ndryshe? Çfarëdo që tjetë, qoftë në jetën personale, qoftë në jetën profesionale. Përsëri kthehem përsëri te kjo. Komunikoni me trupin tuaj. Fillimisht e kemi bërë anën fizike të trupit, e kemi kuptuar, nëse i bëni rregullisht ato ushtrimet, nëse i bëni ato pyetje, nëse arrini, do të thënë, sistemin tuaj nervor ta qetësoni, atëherë kalojmë fazën tjetër. Çfarë këto momente nuk po më bën të ndihem okay? Çfarë këto momente unë nuk po bëj okay? Ku qëndron problemi? Çfarë të bëj ndryshe? Si mund ta bëj ndryshe? Si mund ta bëja ndryshe? Është qoftë edhe në lidhje me fëmijët apo me dikë, nuk ka rëndësi. Fëmia mund t'ju bëjë të ndiheni jo mirë. Çfarë nuk po bëj okay? Ku është problemi? Dhe çfarë dhe si mund të bëj ndryshe? Okay? Fatmire, ku dhe si e ndjen ti një blokadë? Me një zonjë unë që punoj, okay,
më thuaj jo asgjë s'ka ndodhur, nuk kam fjetur gjumë një 2 net. Çfarë ka ndodhur të njëjtën, të premten? Apo jo, djali filloi punë, tha. Po filloi punë aty ku jam unë. Okej, dhe si u ndjeve ti me këtë që ashtu? I thashta asaj një kolege që shikoi se është djali im dhe ajo më ktheu përgjigjen. Jo, nuk e shikoj, se asnjë nuk shikoj unë. Okej, si u ndjeve ti? Tha, tani çfarë vjen pas kësaj? Përse do më thënë në fundit, me qënë se është tek vendi punës që e njohin, është kujdesur që ai ta bëj punën, ja tregoj dhe në shtëpi se ç'a duhet bënte etj, se çuniri 19 vjeç nuk përse. Si vendoset lavostovilja, gjitha ato punë që duhet bënte aty tek restoranti, ja tregoj gjitha dhe në shtëpi 2-3 ditë. Çfarë fshihet pas kësaj? Se do mendojnë që unë nuk jam nënë e mirë. Që unë nuk e kam ditur ta edukoj djalin tim. Pra, mund të ketë ndodhur, mund të ketë filluar diku 2-3 ditë parë. Prandaj kushtoni vëmendje, çfarë ka ndodhur para kësaj. Nëse sot njihem keq, mundet më kanë që para 2-3 ditë ka ndodhur diçka që Po. Edhe dal nga dalë është shtuar ajo. Mund të jetë diçka që ka ndodhur më përpara, do të them 2 minuta para, mund të jetë diçka që ndodh para 2 ditësh, 3 ditësh, nuk ka, ose mund të jetë ndonjëherë mund të jetë ndonjë lajm që dëgjoni, që ju çon mendime diku. Mund të jetë një pra e mora këtë si rast për të thënë, do të thënë që për t'ju treguar që pas kësaj fshihet ajo që gjithë kolegët do shikojnë djalin tim, dhe nëse ky nuk e bën punën mirë, do thënë o çanone, si e pas ka mësuar kjo, si e ka edukuar djalin. Apo jo. Dhe kjo gjendje i krijoi, domethënë këtë gjendje paniku. Që nuk arrinte të flinte gjuhë. Okej? Tani ne gratë zakonisht i vendosim vetes disa objektiva të pamundura. Kur të jem mjaft e aft, kur të jem mjaft elegante, kur të jem mjaft e holl, kur të jem mjaft e bukur, kur të jem kur të fillojnë fëmijët shkollën, kur të jem kaq e fuqishme, kur të jem e pasur, kur të jem e kënaqur, kur të kem të njohuri e të tjera. Pastaj do t'i tregoj unë. Pastaj do ta shikoj bota se kush jam unë. Okej? Pastaj do dalun. Prit të fuqizohem unë njerë, pastaj e tregoj unë burrit tim. Prit të bëj unë kështu, pastaj e tregoj. Prit kjo ajo. Ikin vitet. Pra, në këto raste, çfarë kemi të bëjmë? Kjo është fshehje. Është thjesht një mburoj që i vendosim vetes. Prandaj e bëra këtë pyetje, domethënë, çfarë fshihet pas kësaj? Domethënë, prandaj e bëra këtë pyetje, si domethënë kjo për trupin tuaj, pra. Ku dhe si e ndjeni këtë blokadë? Okay? Çfarë fshihet pas kësaj mburoje që keni vendosur? Çfarë fshihet pas kësaj kur të bëj XYZ këtë apo atë, kur të jem mjaft të, kur ta di këtë apo atë, çfarë do që tjetë të tjera. Pra çfarë fshihet pas kësaj? Do shta është mosbesimi, gjë që do ta fillojmë me javën tjetër, konfidenca dhe vetëvlerësimi, mos është mosbesimi që kemi tek vetja? Mosbesimi tek vetja, fiks. Mos është a ideja që nuk kemi mjaft njohuri? Okay? Se shpesh ndodh edhe kjo, mund të jetë edhe një arsye shumë e thjeshtë. Sepse njerëzit shpesh vrapojnë nga një trajnim tek tjetri, nga një libër te tjetri, nga një psikolog te tjetri, me shpresën që ai X, Y, Z do gjimgjej formulën magjike. Nuk ka formulë magjike, vetëm duhet me punu me veten. Formula magjike e bën vetë. Fiks. Thjesht të dish si. Unë me juve po ndaj, do të thënë si. Edhe shumë të tjerë jam e sigurt, me libra që lexoni, materiale të ndryshme, me pyetjet, është e panevojshme që të vrapojmë andej edhe këndej. Atë njohuri që merrni e zbatoni. E testoni. Në mënyrë që ta shikoni si çfarë funksionon. Dhe këtu fillon të ndjeni mjaft. Aha, okay. Si tha Fatmirja, faleminderit Fatmirë dhe një që na besove. Pra, kur filloha që vërtet ta ndjeja që nuk merresha më këtë se çfarë mendojnë personat e tjerë, atëherë isha vetvetja, atëherë shprehesha. Por ju desh të testoje disa herë këtë gjë apo jo? Apo 100 herë për të arritur deri aty.
Këtu e gjeti formulën magjike. Kjo kishte nevojë për këtë formulë magjike. Dikush tjetër ka nevojë për një formulë tjetër magjike. Çrëndsi ka. Nuk mund ta di unë, atë e krijoni ju. Kur kemi mënyrën si, atë e gjejmë vetë gjatë rrugës, na del ajo formula magjike. Për shembull, mua personalisht më ka ndihmuar dhe më ndihmon që t'i them vetes stop. Stop, i them vetes ndonjëherë. Mjaft. Stop. Mjaft i the vetes që nuk je mjaft. Ndalo tani me njëherë, shlodhu. Qetësoj trupin. Dhe i jap vetes kohë, do të thonë, më ndihmon edhe kjo të qenit introvert, sepse kam punuar edhe me persona ekstrovert dhe vërtet e kanë shumë të vështirë ata të qetësohen. Pra introverti këtu është shumë i mirë, sepse kemi më të lehtë futemi në brendin tonë. Pra unë edhe një problem madhore, procesoj, ndërsa një ekstrovert se ka këtë aftësi, kur nuk do ta ketë. E ka shumë më të vështirë. Pra, futem duke analizuar se çfarë po ndodh vërtet dhe shikoj gjithë mundësitë dhe çfarë më tej. Cili hapi tjetër. Edhe sot unë shumë gjëra i marr kështu. Një hap, edhe një hap, edhe një hap, edhe një hap. Dikush më thot, shkruaj librin, do ta shkruaj kur të vi momenti. Nuk e kam. Shkruaj librin tani të bëhem, kush e di. Do ta bëj unë kur ta ndjej unë. Pse se e kam, edhe një hap, edhe një hap, edhe një hap. Pra, shumë shpesh me qëllim, kthehem dhe shikoj dhe këtë udhëtimin tim se çfarë kam arritur, sepse shpesh e harrojmë. Shpesh themi ju, shiko ti isha sa ajo, ajo po, ai po. Po gjithmonë do jetë dikush para nesh. S'ka gjithmonë për këtë dokë është një person që është para nesh. Kështu funksionon bota. Edhe unë për shembull e kam pasur po flas para 16 vjetësh, 17 vjetësh, 18 vjetësh. Wow, gjëra të reja isha fiksuar, bleja, të blej dhe këtë, të blej dhe këtë, dhe të blej dhe këtë. Në një moment i thash vetes stop. Do blesh një program ose 2 programe në vit. Dhe me qëllim. Për çfarë të duhen këto programe? Okej, trauma komplekse, kjo ajo, do të thonë me qëllim. Stop. Pra jepi kohë vetes që këto gjëra ti procesosh, ti thithësh, ti përpunosh, ti studiosh mirë. Pra ju lutem të gjithave, sidomos ju që jeni pjesë e 2 programeve së bashku, jepini vetes kohë. Okej? Kur jeni me këtë program, ose dhe me 2 programe, jepini vetes kohë të paktën një vit e gjysmë, sepse më besoni që do arrini shumë më shpejt. Nuk e kam kotun të regjistruar, është e regjistruar që t'i ktheheni dhe të riktheheni, sepse herën tjetër do ta shikoni ndryshe, do kuptoni një gjë tjetër. Dhe shumë më shpejt do arrini atë që doni pastaj. Pse se trupi juaj, trupi im ka nevojë, edhe mendja ka nevojë për kohë. Bëjani këtë dhuratë vetes, ju lutem. I japim kohën e personave të tjerë, vetes nuk e japim. E ka të nevojshme trupi. E shikoni veten her pas here. E shikoni atë gjithçka çfarë keni arritur deri tani, duke i thënë vetes mjaft. Okej? Mjaft. Po është okej. Kështu siç jam mjaft këtu ku jam tani. Po t'ishte ndryshe, do ishte ndryshe. Jam mjaft, ja u ngrit familja, jam mjaft. Okej? Kjo nuk do të thotë që ngelem këtu. Patjetër. Do ecim, do zhvillohemi përpara, po okej, jam mjaft. Si të filloj nga këtu pastaj një gjë tjetër. Nuk do na mjaftoj kjo mjaft për gjithë jetën. Por këtë moment është mjaft. Këtë moment jam mjaft. Për shembull, një zonjë që ka qenë vërtet punoj me të, është shumë më mirë, shqyr Zotit, ka qenë te 3-4 psikiatër që e kanë ngopur vetëm me ilaç dhe ishte në pirë, kështu si. Dhe thoshte, unë s'bëj asgjë. Më mirë ta mbys veten se s'bëj asgjë. Fal, çohesh në tualet? Kush të çon në tualet apo shkon vetë? Shkoj me këmbët e mia. Fal. Kush të pastron? Vet. Syt kush t'i lan? Dhëmbët kush t'i lan? Vet. Ndonjë gatim kush gjellën, kush ta jep? Apo picën, apo kujton çfarë ha? Kafen, çajin, vet. Domethënë po dalin 1, 2, 3, 15 gjëra që i bën vet. Gatuaj edhe vet. Po gjë tjetër, krevatin e rregullon vet, e rregulloj. Po kur do të ndrosh çafin e ndron vet, po e ndroj. Po pijamat i vesh vet, pra shikoj që na dalin 3 gjëra, s'na dalin një gjë. Pra në këto momente kaq mundesh. Dhe është okej. Sepse nëse merremi me atë,
Nga këtu pastaj të shtojmë një gjë tjetër ta bëjmë ndryshe. Jam mjaft, kam mjaft njohuri, kam mjaft aftësi ta bëj këtë apo atë. Pra, deri këtu. Të mos kërkojmë ato po ja ta bëja, shiko, ta bëj si shpresë apo ta bëj si X, si Y. Deri këtu jam okay. Nesër do mësoj një gjë më shumë. Do jap një gjë më shumë. Një mënyrë tjetër komunikimi që kam të shpejtë është tek edhe unë tek vetja ime është që nëse nuk e bëj tani këtë gjë, u duhet tani, se po nuk e bëra, nuk do ke mundësi. Miku rasti tani. Edhe kemi të nevojshme në njërë të themi mjaft, të themi stop. Të mund bëhen më shumë se sa bëjmë, se sa mundemi të mbajmë. Okay? Po flas kështu që mund të blej edhe 6-7 programe në një kohë, nuk po them tani thjesht një program, 2 programe. Se ajo është okay, po 6-7 programe, unë i kam bler. Edhe ka qenë shumë. Më bësh smerja do të frymë pastaj. Pra sa më shumë ta ngërkojmë veten me gjëra jashtë vetes, se mos na ikën rasti, më shumë humbasim rastin për të lidhur me brendin tonë. Sidomos kur bëhet fjalë për këto gjërat kështu pastaj. Jo po prit se të blej këto rroba, jo po të prit të shkoj me këto pushime, se tani apo gjëra të tjera që nuk na plotsojnë edhe shumë, sidomos. Se nuk po flasim vetëm për programe, për trajnime, këtu po flasim për shumë gjëra të tjera. O ta investoj tani ose s'ka, se ndryshe ku duam, lekun këtu apo aty. Jo, më jo do ketë edhe një rast tjetër tani. Ndoshta jemi të përgatitur për momentin ende për diçka. Dhe është okay, më thënë që t'ja japim vetes pak të kohë. Okay, keni ndonjë pyetje? Në lidhje me këto sa tham deri tani? E gjete vetëm duket, e gjetët vetët e kjo, a? Linda? Fatmire? Shumë gjëra për gjojmë vetet. Për shumë gjëra. Po, gjitha nga kanë thonë, po, fatmirësisht që ju falendru kësaj dije që arrit tash, kena arrit me mësu dhe gjana me kuptu që ka dhe ndryshe, funksionon edhe ndryshe. Ndonjëherë frikën që mund të ktheheni tek ai versioni dikur, Po, Jo, inshallah. një parasysh një gjë që do apo nuk do, këto janë gjëra që janë të njohura për trupin tuaj. Dhe kur ndodhe njëjta gjë do ngacmohet. O, prit se mos ndodhe njëjta gjë. E rëndësishme është që këtu përdor njohurit, pastaj siç e the që prit një moment, çfarë ndodhi këtu që të qetëson veten. Tu veten edhe të përdorësh për shembull edhe mënyrat e komunikimit, edhe ndoshta për shembull dhe këto janë raste ideale që ti të testosh njohurit e tua, ti bësh pyetje asaj. Për ato mënyrat si flet ajo për të tjerët ta zëm. Të përdorësh separatorin, njerëz zakonisht shumë, ta ndërpresësh bisedën me mënyrat siç i kemi mësuar tek në LP-ja. Okay? Ta ndërpresësh, i bëni favor të tjerëve kur ndërprisni gjendjet e tyre negative. Çfarë i pëlqen asaj, futi aty tek ajo bisedë, kaloje tek një bisedë tjetër. Se s'ke çfarë ti bësh, disa njerëz ashtu e kanë modelin e tyre. po, nëse ne e fuqizojmë shembull qatë pjesë, e shërojmë dhe e fuqizohëm, tani edhe me nejtë me ta nuk na prek, ha? Nuk të prek, jo, nuk të prek. Edhe me thonë, une e posh nështë që jam hala si janë shëru gjitha dhe monet më Nuk mund të them që nuk janë shëruar, më shumë se sa ngacmohen. Okay? angacmohen. Edhe tek mua ngacmohet, por thjeshtëm, okay, kaq koja me këtë, kjo është kjo, ky është ky, vazhdoj pastaj. Vazhdoj ditën më tej. Mundem t'i menaxhoj ndryshe. Jo se nuk ngacmohem, edhe unë ngacmohem nga njerëz të caktuar. Atëherë të ka shumë. Nuk është se nuk je shëruar. Je shëruar, po tani kur jemi në një nivel vetëdije tjetër, na bën edhe përshtypje, themi, koma vazhdon, si ka mundësi? Unë ja them vetes ndonjëherë, për kuriozitetit gjoj në njerëzit të them deri ku do shkoj budalliku. Qeshin 2-3 persona, miket mia, thot, sa nerva ke, thot, se kam 1-2 slovene këtu, ato e ndërpresit, ato, se zjat fare, thot ajo, këto nuk e shoh fare. Edhe them jo, unë i gjë për kuriozitet, them deri ku do shkoj budalliku, deri ku do shkoj ky person. Thot je pas ke nerva shumë, thot. Okay.
po kjo nuk do të thotë që unë nuk jam shëruar apo ti nuk je shëruar. Absolutisht jo. Është thjesht pjesë të tua që kanë qenë të lënduara, ushtarët e tu ose ato qelizat e tua të brendshme, e ndjejnë, domethënë që diçka e lidhin me ato dhe ti thjesht ke aftësinë që ta ndërpresësh. Të mos ngelesh tek ajo pjesë. Dhe çfarë këtu të ndihmon? Pyetjet e hapura. I bëni pyetje. Përqesh te kunatën e vet. Shkon ku dalim, domethënë dalim tek e tallura. Një nga gjërat më të këqija që mund të bëjë njeriu, përqeshja, tallja, domethënë e dikujt. Është pasive, agresive, shumë e egër. Po në fundit do bësh përzgjedhje me kë shoqe do dalësh, nuk diskutohet. Por që një gjë ta garantoj, vetë trupi juaj, vetë sistemi juaj, fizik, mental, nervor, nuk do t'u alejoj më kur të ktheheni në ato versione që keni qenë dikur. Nuk ka shanse të ktheheni aty ku keni qenë dikur. Okay? Mund të jenë sfida të ndryshme, por kur nuk ktheheni aty. Mund të jenë sfida të tjera të një tjetër natyre, por aty tek ai version nuk ktheheni më, ju garantoj. 1000%. Bërë kaq punë, i keni investuar kaq kohë te kjo që vetë sistemi juaj nervor, vetë trupi nuk a pranon më të ktheheni tek ai version dikur. Tash do jenë sfida të reja. Këtu ti tani kjo sfidë tani gushton vëmendje, thua, prit një moment se ndoshta kjo kështu do flasi edhe për mua, pastaj fillon një analizë tjetër, do kërkosh një zgjidhje tjetër, do kërkosh, ja e nxore tani si temë këtu. Fusni sa më shumë mundohuni të fusni pak të humorin. Pra gjeni pak humor me njerëzit për t'ua thyer, sepse njerëzit janë shumë të rënduar, vërtet janë shumë të rënduar. E rëndojnë vetëm me budalliqe se ç'i duhet